Mirëmëngjesi Brikena, mirëmëngjesi po ashtu edhe për shikuesit. Do të flasim për mini maratonën humanitare kushtuar ditës së presidentit. Mini maraton kjo, e cila do të fillon prej orës 12 me moton të vrapojmë së bashku me fëmijë 2025. Me ne është Burim Krasniqi, organizator dhe i cili na njofton rreth kësaj mini maratone, po që se jo mundson edhe shiu, pasi që tashmë kanë filluar edhe rreshtet e para të shiut dhe mini maratona pra do të fillon prej orës 12. Mirëmëngjesi Burim, mirë se erdhe. Mirëmëngjesi, mirë se u gjeta. Faleminderit shumë për këtë intervistë dhe mundësinë e dhënë për ta bërë prezantimin. Ne këtu veç kemi dalë tash të jemi të i bërë përgatitjet e para, edhe po presim që nëse do Zoti spare edhe ku pas ko ndalë shivi, do të kemi mundësinë të vazhdojmë, por ndryshe nëse fillon një shi i madh me ra, atë do të kemi mundësi ta bëjmë, kështu që do ta shtyp për një datë tjetër. Është edicioni i 6, si është planifikuar? Do të thotë të jetë kjo mini maraton sot? Po të planifikuar, pjesëmarrësit kanë shpreh ka dëshmërinë për që një numër jashtëzakonisht i mirë po tash të vartë dhe prej motës sot që është. Kështu që nëse vazhdon orë pas kohë ose orë pas ore të jetë motë më mirë, besoj që të kemi mosafer shumë. Në përndryshe, do sa nëse vazhdon që ky intervali i kësaj kohe do të ketë një pak më të vogël, mirë po do ta zhvillojmë si aktivitet. Përndryshe, na mbetet vetëm me shtyrë. Sa është rëndësishme të realizohet ky aktivitet në ditën e sotme dhe sa ka pasur ndryshime ndër vite? Po ndryshimet kanë qenë, kuptohet që gjithmonë jetën çdo vit ka progres, me qenë se që nga viti i parë deri tash kemi pasur progres në këto aktivitete ku paskoj përveç se 3 vitet e para që jo ka qenë viti i parë, pastaj jo pandemia këtu, mirë po 3 vitet e fundit ka pasur mjaft progres, ka qenë bukur mirë. Këtë vit kemi pritur që me grumbullimin e këtyre mjetëve, sparit i blejmë rroba për fëmijë dikun 250 fëmijë, pastaj të blejmë edhe gjëra tjera, të dërgojmë nëpër spitale, qendra të ndryshme që janë të autizmit e këtu, nëpër Prishtinë, po ashtu edhe nëpër vende tjera shoqësore, Kapodojeva, Klina, Obiliqës. Sa do t'ju ndihmojnë këto dhurata të cilat do të kushtohen pra këtyre fëmijëve? Por realisht, ne në aspektin simbolik dhe në aspektin human, spori human pastaj simbolik, ne çdo vit bëjmë aktivitete të ndryshme, s'pako 3 deri 4 herë ose më tepër në vit. Ne dërgojmë dhurata, lodra, rroba këtu në qendra të ndryshme nëpër këtu. Mirë po tash si prioritet kryesor kemi maraton humanitare që në çdo vit e bëjmë, edhe pas grumbullimit vjetër na prapë i shpërndajmë ato në prak të festave, këtu që janë festat Kurban Bajramit, Fitr Bajramit, në kohën e Ramazanit, festat e fundvitit e kështu me radhë. Kush pritet të merr pjesë sot në këtë mini maraton? Sa i përket këtu kemi ftuar qytetarë të ndryshëm, gjitha grup moshat, pa dallime, pastaj kategoritë persona më të kufizuar kemi ftuar ata. Federata ndryshme, kemi ftuar prej institucioneve të varësisht se kush merr pjesë prej komunës Prishtinës, po edhe institucioneve qendrore që janë. Presidenti për fat keq është jashtë vendit, me qenë se dita e presidentit, do të ketë pjesëtar të KFOR-it, do të ketë të policisë, të FSK-s e kështu me radhë. Sa është rëndësishme pjesëmarrja e fëmijëve me aftësi të kufizuara në këtë mini maraton? Besoj që është me rëndësi sepse kjo tregon se gjithë së bashku mund t'ja dalëm edhe gjithë jemi të barabartë përballë çdo sfide, gjithë jemi të barabartë sa përket brenda jetës. Bileta kushton 3 euro dhe do të bëhet blerja këtu për këtu, do të thotë ta blej numrin. Nuk janë bërë shitjet ndoshta më herët, për shkak ndoshta të interesimit shihet se sot mund t'i blejnë ato. Pak më herët kemi pasur disa prej tyre që janë shitur, edhe kemi pasur disa prej sponsorëve që na kanë përkrahur, vazhdojnë na përkrahin, mirë po me to i kemi bërë përgatitjet edhe në bazë sponsorëve që na kanë përkrahur deri më tani kemi bërë përgatitjet e këtij aktiviteti, ku sot presim, që tregova më herët, kemi pritur një numër jashtëzakonisht të madh me qenë prezant, mirë po tash varësisht për kësaj ne e shohim se si do ishin zhvillimet me ato që më motin. Edhe pora që t'jetë një numër i mirë edhe të bëhen mjetet për dedikimin e atyre fëmijëve që vetëm kemi para pa këtë aktivitet. Sa është rëndësishme përkraja e institucione për realizimin e këtij aktiviteti? Unë mendoj se shumë është e rëndësishme përveç asaj paktën ta themi materiale, që është më e pakta,
atë ne presim asëm se tjetë edhe në anën morale, sepse duhet edhe institucionet prej nga ndeshmëri dhe të regojnë që jenë sa më afër këtyre kategorive, këtyre fëmijëve, edhe familjeve tyre, mirë po të varësisht prej mundësive, prej rrethana, prej kohës. Ne kemi ftuar të gjithë, pothuajse të gjithë, sepse tash mas pari dihet që edhe s'kemi konstituent kuvendit, sepse vitet më parë i kemi dërguar ftesat kuvend për gjitha grupet parlamentare, po këtë vit i kemi thirrë disa prej tyre që t'jenë kështu në aspektin privat, kemi thirrë në edhe kështu që pas procesit tonë pas kanë gjitën dikush prej tyre. Mini maratona do t'jetë 5 kilometrëshe, a mund të na njoftosh pak a shumë atë shtegun, ka duhet të vrapojnë vrapuesit? Po patjetër, fillon prej këto, pastaj do vrapojnë deri të Grand Hoteli, do të jenë rrugën e Bosnjë Gelbard, kaluan Haradina e Kanjo Borni, deri tek Ministria e Brendshme. Pastaj prapë do të vinë përpjetur rrugën Femiagone, do dalin këto, afër Shrezajmut dhe prapë do të kthehen këtë pjesën këto. Që do të jetë më e shkurt, sepse ne kemi para po 5 kilometra, sikur se vitet e kaluara deri tek rrethi Flamur të prapë të njëjtin kthem. Mirë, po s'ka ku i punime rrugën Gjerzbosh, ne na ndoshta ndrojmë trasen. Kam kufizu pak a shumë. A duhet të jenë vrapuesit profesionistë, apo mund të marrin pjesë edhe ata të cilët ndoshta nuk e kanë të, me thonë, që nuk kanë vrapuar? Realisht ky aktivitet është humanitar dhe me qenë është humanitar atë kemi përfshirë gjitha grupet mosat, kështu që nuk kemi bërë dallime që të jenë ndoshta të profesionistë s'ka, po kemi ftuar gjitha grupet mosa se këtu atë për karakter humanitar mund të dikush edhe vetëm me ecën. Kjo është e lirë për çdo njeri. Nëse shiu nuk e mundson heq mbajtjen e këtij aktiviteti, atëherë do të shtyhet për ndonjë ditë tjetër apo si? Po shpresojmë që ndoshta do ta shtyhet për një ditë tjetër, s'paku për brenda një javë apo dy. Ta realizojmë, ta zvarësisht prej rrethanave. Atëherë krejt për fund ke diçka me shtu? Faleminderit të prej juve, mediave që po na japni mundësinë për ta bërë prezantimin jo vetëm këtij aktiviteti, por gjitha aktivitetet e tjera që i kemi kur pas kohë. Po ashtu do ftojmë musafir të jenë prezent, varësisht prej motit, kështu që uroj që të bëhet më e mira e mundur sot. Faleminderit, suksese. Faleminderit dhe juve, respekt. Atëherë ishim me Burim Krasniqin, organizatorën e mini maratonës humanitare që pritet të mbahet sot prej orës 12 me moton të vrapojmë së bashku me fëmijët.